dorëzohem, të riqem. Ma bëni halal, por dje kam bërë një gabim fatal. Kështu që rrëfehem para jush të dashur shqiptar se dje kam bërë një gabim fatal. Në fakt, është një gabim i pafalshëm sepse unë jam duke përsëritur çdo ditë këtë gabim, duke postuar, duke shkruar në Facebook, duke bërë video, duke bërë live, por dje kam kuptuar që ky që nga krimi më i rënd që ndodh në Shqipëri. E kisha ndjerë si duhm të përditshme mesazhesh që më vinin apo komentesh negative, por e kisha vendosur që t'i konsideroja thjesht mesazhe negative të milicive virtuale të vrerit, siç i quaj unë këto grupet e call centrave të partive, të cilat e kanë detyrë funksionale dhe të mirë paguar që të shajnë dhe mallkojnë çdo që nuk është në linjën dhe në vijën e partive të tyre. Por kur dje nuk e di ç'më gjeti, më falni. Kërkoj ndjes, nuk e di ç'më gjeti. Kur dje unë vendosa të bëj një sarkazëm, nuk e dija e keni të qartë se çfarë është sarkazma, pra po flas për shumicën, nuk po flas për ata që janë punëtorë ndërtimi dhe punojnë me kazëm dhe e dinë që sarkazma vjen nga rrënja e fjalës kazëm, pra sipas Akademisë së Shkencave, rrënjët tona të tokës së sheshtë, ne jemi pasardhës të pellazgëve, madje jemi dhe më të vjetër akoma, jemi të neandertalit dhe Akademia e Shkencave ka zbuluar që edhe 100.000 vjet më parë, edhe 200.000 vjet më parë, edhe 300.000 vjet më parë kanë qenë të gjithë neandertal, pra kanë qenë të gjithë shqiptar, dhe gjua e vjetër që flitej aso kohe ka qenë shqipja e sotme, dhe sarkazëm vjen nga kazma, kur i thuaj njeriu sash për kazëm, pra kur si e për kazëm. Dhe unë e bëra këtë gabim, pra. Bëra një postim dhe bëra një video me sarkazëm, që sash për kazëm. Ma bëni halal, gabova, ishte gabim i rënd, dhe dje kam kuptuar që mjaftoi ai postim për t'u ndriçuar, që unë kuptoja se Shqipëria vuan shumë. Shqipëria dhemb. Shqipëria po shitet. Shqipëria po grabitet, tokat, pronat po na grabiten, po na përzën nga shtëpit. Po a japin të huajve, po a japin çifutëve, arabëve, gjermanëve, italianëve, amerikanëve, të gjithëve po a japin tokat tona. Dhe gjitha kjo po ndodh për faj të postimeve të mia në Facebook dhe në rrjetet sociale. Në 36 vite që qeveriset Shqipëria, të gjitha fajet i paska Arjan Galdini me postimet e tij në Facebook, me ato që shkrua në Facebook, me videot që poston, me gjërat që bën, me live-et që ai nuk pushon së bëri dhe nuk e mbyll që se mbyll gojën çdo ditë, çdo mbrëmje, pa pushim. Nuk e dija që shkaktari isha unë. Dije e kam kuptuar. Do ju bëj një bilanc të vogël. Nga se unë kam 6 vite që komunikoj në rrjetet sociale, sepse janë e vetmja media që kam. Besoj ju e dini që unë nga që i shërbej Edi Ramës, Sali Berishës, Ilir Metës, Erion Veliajt, Belinda Ballukut, nga se i shërbej partive të vjetra, partive të reja, nga se jam shpirt shitur dhe i shitur tek Sorosi,
tek sionistët, tek Izraeli, tek UDB-ja, tek Asfalia. Nga se unë jam grek, terrorist, mashtrues, hajdut, i poshtër, maskara, njëri kot, i pa vlerë, i pa shkolluar, i pa ditur. Kam dhe këtë gabimin që nuk më rrihet pa postuar në Facebook, nuk më rrihet pa shkruar në Facebook, nuk më rrihet pa bërë video, nuk më rrihet pa bërë live. Dhe e kuptoj që sa më i pa ditur dhe sa më i pa shkolluar që jam, aq më shumë postoj dhe nga që u shërbej të gjitha këtyre fuqive të mëdha, nga që jam shërbëtori të gjithë këtyre, i Edi Ramës, i Sali Berishës, i Ilir Metës, i Sorosit, i sionistëve, i Izraelit, ju e dini që unë kam vendosur të shpërfill mediat, nuk shkoj në media. Nuk i dua. I injoroj, nuk shkoj unë. Se nga që u shërbej këtyre, dua të shërbej nga Facebooku im. Pra, ti shërbesh Edi Ramës, do ti shërbesh nga Facebooku jot, nga rrjetet e tua sociale, personale. Por edhe po ti shërbesh Sali Berishës, do ta bësh nga Facebooku jot, nga rrjetet e tua sociale. Nuk i shërbehet në media atyre. Jo. Se në media flet me shumë njerëz. Dhe kush flet me shumë njerëz bën muhabet, llafoset. Ama po fole me 5 veta që të ndjekin ty, se ma thonë dhe këtë vazhdimisht, e kush të ndjek ty, e kush të voton ty, dhe kanë të drejtore. Kanë shumë të drejtë. Unë i shërbej Edi Ramës dhe harxoj shumë energji kot, si njeri kot që jam dhe i pa vlerë, duke folur me 5 veta, me 3 veta që më bëjnë mua like, me 5 veta, me 3 veta që mua më komentojnë. Ata 5 veta, kështu i shërbej Ramës, me 5 veta. Këtë detyrë më ka rënë detyrë strategjike Edi Rama, që unë çdo ditë të postoj në Facebook, në TikTok, në YouTube, në Facebook me shkrim, por pastaj në Facebook, në TikTok, në YouTube, me video dhe me live, i shërbej për 5 veta. Ka që kam detyrë, ma ka lënë detyrë, e rrëfehem sot. Edhe Sali Berishës, kështu i shërbej, si njëri kod dhe i pa vlerë që jam, si i pa shkolluar, si delirant, si mashtrues, më ka lënë detyrë që ti shërbej nga Facebooku im dhe nga rrjetet sociale, duke folur vetëm me 5 veta, me ata 5 veta që më ndjekin mua, se kush më ndjek mua xhanëm? Kush më dëgjon mua xhanëm? Po edhe Ilir Metës po një lloj, po edhe sionizmit, 5 veta, kaq, 5 veta. Madje 5 janë shumë, se duken shumë 5. Ju lutem, më falni, ndoshta 3, 2 ose 3 veta më ndjekin mua gjithsej. Pra detyra ime funksionale për të shërbyer Sali Berishës, Edi Ramës, Ilir Metës, Izraelit, sionistëve, UDB-s, terrorizmit global, çifutëve, hajdutëve, është që unë të shërbej atyre nga Facebooku im, nga TikToku im dhe nga YouTube im, duke komunikuar gjithmonë vetëm me 2-3 veta. Kaq. Ma bëni halal se ndoshta i kanë bërë shumë këta njerëz. Dhe të flisja vetëm me një, ose të flisja vetëm me veten, ose ndoshta të kishte qenë më mirë mos të flisja fare, por ja që këtë detyrë më kanë lënë ata, që unë të shërbej duke folur vetëm me 2-3 veta. Kështu e kemi ndarë. Kur i shërbej Ramës, flas me këta 3 veta që më ndjekin mua. Por dhe kur i shërbej Berishës, flas me po këta 3 veta që më ndjekin mua. Por dhe kur i shërbej Metës, flas me po këta 3 veta që më ndjekin mua. Por dhe kur i shërbej sionizmit, çifutëve, UDB-s, Iluminatumit, masonerisë, ku di unë, grupeve okulte globale, me 3 veta. Se kush ma vërshëllen mua, njëri kot jam, flas kot, delirant, i smur. Kush ma vërshëllen mua, më qanë, e mori e mira. Dhe mediat i refuzoj unë. Nuk dua unë shkoj në media. Sepse qa shërbimi do ishte që unë flisja në media më? Qa shërbimi do ishte që unë flisja nga mediat e mdhaja?
Së është kjo. Ata që nuk shërbejnë, shkojnë për popullin, shkojnë dhe flasin tek studiot e Klanit, Top Channelit, Vision Plusit, Euronewsit, A2 CNN-it, News 24-s, Irfanit. Pra ata që i shërbejnë popullit janë në media, dhe ata shkojnë atje për të shërbyer popullit në mediat e oligarkëve që të rrëzojnë regjimin ore. Mediat e oligarkëve duan të rrëzojnë regjimin. Regjimi pastaj është i poshtër, se regjimi i ka shok oligarkët dhe i mban me lek oligarkët. Oligarkët duan të rrëzojnë regjimin, regjimi i mban me lek oligarkët, oligarkët pastrojnë parat e grushtit të politikanëve që janë në qeveri dhe në opozit, që kanë 36 vite që pasurohen duke i shërbyer popullit, dhe kush shkon në media për të shërbyer popullit, shkon pa lejen e oligarkëve, shkon pa lejen e regjimit. Unë për vete e kam lejen, po e kam lejen të flas me 2 veta, me 3 veta, që më bëjnë like, 3 veta më bëjnë mua like në Facebook, 3 veta, 3 like e marrën, 3 like, madje si kanë filluar më komentojnë shpesh, unë edhe kur bëj live me 2 veta e bëj, flas me 2 veta, flas me veten time, madje edhe me një profil falso që i kam bërë vetë që duket sikur ndjek veten time. Dhe kështu unë i shërbej Ramës, Berishës, Metës, sionizmit, terrorizmit, iluminatumit, çifutëve, arabëve, gjermanëve, japonezëve, kinezëve, madje edhe pse s'ma kanë thënë akoma, rrëfejmë para jush të dashur miq, që unë u shërbej dhe Anunnakëve, planeti i cilëve është planeti Nibiru, po që është fshehur diku mes Marsit dhe Mërkurit. Por që shumë shpejt ata do të vinë këtu dhe të marrin frenat e qeverisjes globale në botë, dhe ata na mbajnë brenda firmamentit, apo jo? Se ne jemi në tokën e shesh dhe na mbajnë brenda firmamentit, po pse prap ngatrova. Marsi dhe Mërkuri janë kështu poça që i kanë vendosur mafia globale që na gënjejnë neve, edhe planeti Nibiru është i fshehur mes tyre 2 poçave, po do dali planeti Nibiru dhe do çajë firmamentin dhe do vi këtu. Apo jo? Në qoftë se ne jemi tokë e shesht, atëherë si që nga një planet Nibiru? Jo, prit. Mirë, është një tokë tjetër e shesht, që ja kemi vënë emrin neve planeti Nibiru, ku rrin Anunnakët, dhe ata do vinë dhe do marrin fatet e botës, do na shpëtojnë. Do na shpëtojnë dhe unë u shërbej dhe atyre, pra jam dhe agente dhe i Anunnakëve. Por postimi i djeshëm, pra video dhe shkrim, ka bërë të mendoj. Më falni dashur shqiptar. Më falni. Ma bëni halal, unë nuk e dija që postimet e mia në Facebook, videot e mia në Facebook, TikTok, YouTube, kanë përzon 1.8 milion shqiptar në 36 vite. Më falni. Më falni dashur shqiptar, se unë nuk e dija që postimet e mia në Facebook, videot e mia në Facebook, TikTok, YouTube dhe live-et e mia kanë rishpërndar pa drejtësisht, duke grabitur pronën e pronarëve shqiptar 67% me vendim gjykate. Duke bërë vendosje, mbi vendosje, nuk e dija që e gjitha kjo ndodh prej postimeve të mia në Facebook. Më falni. Ma bëni halal. Më falni se postimet e mia në Facebook kanë qenë edhe shkaktarët e gërdecit. 26 të vrarë, mbi 400 plagosur, një fshat i tërë i hedhur në erë. Më falni. Më falni që postimet e mia në Facebook nxorën njerëzit e 21 janar në prit, që u vranë 4 veta në bulevard, prap fajin e kanë patur
postimet e mia në Facebook dhe në rrjetet sociale, më falni. Më falni që në 97 vdiqën 3000 djemë të rinj shqiptar nga një përplasje gati civile dhe fajin e kam unë, se unë jam më i poshtrit poshtrëve. Madje, a e dini çfarë po lexoja në faqen time kryesore Arjan Galdini në Facebook, por çuditërisht ishte bërë virale një video edhe në faqen e rinisjes dhe kam lexuar mbi 400 komente, se 500 i bëra blok dhe delete sepse ishin shumë imagjinative. Bën mbi 900 komente, po marr ato 400 që i lash, kam lexuar se unë jam më i keq se Sali Berisha, më i keq se Edi Rama. Jam më i keq se Berisha dhe Rama së bashku. Kam dëgjuar se jam më i keq i të ligjve, jam mashtrues, jam maskara, jam i poshtër. Madje kam parë një dëshirë të jashtëzakonshme të shumë komentuesve dhe këtu, më falni, se duhet t'ju sqaroj edhe këtë gjë, se kjo është e rëndësishme, se kjo më bëri që ta bëj këtë video. Unë kam bërë blog dhe delete ato që ishin profile falso, pra që supozohet që janë makineria e milicive virtuale të vrerit, pra që janë call centerat, pra janë këto fermat e call centerave që ka PD-ja, PS-ja, LSI-ja, dhe ato unë si konsideroj fare atyre, ato i bëj delete blog, por lash këto që ishin realisht profilet vërteta. Dhe ta shikonit për shkakun se si ishin në 400 komente njerëzisht të vërtet, në 400 komente njerëzisht të vërtet, pra jo profile falso, 390 ishin burra dhe gra të nderuar, me thinja, fisnik, me nipër, me mbesa në krah, të gëzuar me familjet e tyre, me bashkëshortet, me fëmijët, pra burra dhe gra me thinja, mo kaq fisnik, po kaq të bukur, po nuk e di se që kishte kap një ndjesi kështu dhe kishin një imagjinat Kamasutra për mua. Pra donin të më kamasutronin mua në të gjitha format, por nuk u mjaftonte që të më kamasutronin mua, por kishin imagjinat Kamasutra për nënën time, motrën time, bashkëshorten time, fëmijët e mi, për babain tim të ndjer, për eshtrat e babait tim të ndjer, për të gjithë të vdekurit e shtëpisë time. Madje kishin me saktësi listën e dasmës, pragun e shtëpisë. Më fali, kishin harruar se nga që djali im i vogël na kërkoi për ditëlindje dhurat një peshk të vogël në akuarium, dhe ne atë peshkun e vogël ja bëm dhurat për ditëlindje, dhe e quajmë peshkun si pjesë të familjes, siç duket, nga që nuk e kam bërë publik peshkun në Facebook. Kishin harruar që të përmendnin se donin të kamasutronin dhe peshkun e vogël të akuariumit të familjes tonë. Kështu që u them, ju lutem, kemi dhe peshkun, mos e lini se i ngelet qefi peshkut, dhe përfshirni dhe atë, ju lutem. Po sa burra dhe gratë nderuar, çfarë thinjash të fisme dhe çfarë fjalori. Kur them Kamasutra, është thjesht imagjinata minimaliste, sepse ishte Kamasutra në fuqi dhe është Kamasutra në fuqi të 140, pra sa kanë 140 deputet parlamenti shqiptar, ishte Kamasutra në fuqi të 140 imagjinata. Dhe jam habitur dhe thash me vete, ore, po unë që në kam fajtori në Shqipëri, se në 400 burra dhe gra, të cilët janë fisnik, njerëz të vuajtur, hallexhin, familjar, ore njerëz kaq të mirë, të gjithë të zemruar dhe inatosur me mua sa donin të më kamasutronin para dhe mbrapa, familjarisht, në grup, me familjen, me prindrit, me pragun e shtëpisë, me listën e dasmës. Thash me vete, bo, sa dëm i kam bërë këtij populli. I kam bërë shumë dëm këtij populli. Më falni.
Më falni shqiptar, ju kërkoj ndjes, më falni, ma bëni halal, ju kërkoj ndjes. E di që kur shpreh mendimet e mia, kur shkruaj mendimet e mia, kur flas në live, e di që bëj krime të mëdha se çdo fjalë që unë them prish një shtëpi për zë një shqiptar. Çdo fjalë që unë them i vjedh me thes të zi pensionin pensionistëve të Krujës, Fushkrujës, Durrësit dhe i çon lekët e tyre në kazino. Është faji im, më falni shqiptar, ma bëni halal, është faji im për çdo gjë. Më falni dashur shqiptar, pendohem. Unë jam fajtori dhe madje, që ta kuptoni, se jeni zemruar shumë, propozimi im i djeshëm ishte sarkazm, sepse s'jam për kazëm, pra ja futa kot, më falni, ma bëni halal, pra s'jam për kazëm, do të thotë që ja futa kot, bëra sarkazm, që do të thotë që ma bëni halal, kam gabuar dje, por unë doja thjesht të bëja një vazhdimsi të komunikimit tim për atë që unë e quaj loja e përbashkët Rama Berisha. Pra, nëpërmjet sarkazmës doja të ekspozoja që ata janë bashk. Por ja që ajo sarkazma që unë bëra, nxiti kreativitetin tuaj kamasutror, dhe ajo që më ka bërë shumë përshtypje, po shumë përshtypje ishte se në 400 komente që unë i kam lënë të pafshira, njerëzish real, se ato që janë anonime i thash i fshi dhe i bëj delete, 190 komente e kishin kuptuar sarkazmën time sikur ishte kundër Sali Berishës. Dhe të gjithë demokratët e mi të nderuar kishin një imagjinat kamasutrore duke më quajtur mua shpirt shitur, rilindas, patronazhist, shërbëtor të Edi Ramës, që unë jam merja në gojë Edi Ramës, që unë jam gojore për Edi Ramës, që jam lëpirë si Edi Ramës. Pra e kishin kuptuar kështu. Të gjitha njerëz të nderuar, më fisnik, të gjithë njerëz fisnik me thinja, sa të bukur, sa fisnik me fëmijë, me nipër, me mbesa, me gra, me familjar, por çfarë fjalori, e jashtëzakonshme. 190 komente të tjera e kishin kuptuar sikur sarkazma ime ishte kundër Edi Ramës. Edhe ata më thonin mua, në po të njëjtat postime, i keni aty bashkë, në të njëjtat postime, këta që e kishin kuptuar si kundër Edi Ramës, pra socialistët e mi të nderuar, më thonin mua, o klyshi Sali Berishës, ti je më i keq se Sali Berisha, ti je më kriminal se Sali Berisha. Edhe pastaj po ashtu dhe Kamasutra, të gjitha llojet e Kamasutrës, me gojore, me lëpirje, me të gjitha dhe pastaj edhe niveli më i lartë i Kamasutrës. Mirë po mendoja, unë në fakt aty po flise ishte ide propozim për revolucionin e flabingove. Dhe unë po prisja që shumica e reagimeve kundër meje, nëse do vinin nga flabingot. Apo si që quanit dikur ju në kohën e pellazgëve flamingo, se tani janë bërë flabingo. Unë prisja që të më shanin flabingot. Por jo, 180 komente janë berishiste që mua më akuzojnë si patronazhist, rilindas, të shitur tek rilindja dhe tek Edi Rama, shërbëtor të Edi Ramës, klysht të Edi Ramës, dhe 180 komente janë edramiste, të cilët mua më quajnë kriminal të Sali Berishës, klys të Sali Berishës, qelbësir të Sali Berishës, agent UDB-s, klyshi i Sali Serbit, madje më i keq se Sali kriminali, terroristi. Dhe po bëja llogarin në 400 shqiptar, për shembull, nëse bëjmë sondazh.
Dhe këta kanë këtë lloj ndarje. Pra në 400 komente, i bie që 380 janë gjys për gjys berishist dhe edramist. Pra, si që quaj unë, Saliban dhe Hezbollah. Në qoftë se kemi këtë lloj përbërje, populli fisnik të thinjur, burra, gra, me fëmijë, me nipër, me mbesa, me familjarë të lumtur, që kanë kaq shumë zemrat kamasutrore ndaj kujtdo që bën krimin e madh, që flet i det e veta në Facebook, në TikTok. Çfarë bëj më njëri kot jam, më falni. Ore, ku janë flabingot? Sa ata 20 komente tjera, një 5 ishin kështu si pula pa kokë, se kishin kuptuar, dhe një 15 janë antarë të partisë time, të vogël. Ku janë flabingot më? Se mua kjo sarkazma, që unë e bëra gabimisht se s'jam për kazëm, më bëri të kuptoj dhe këtë gjë që, ore, po sikur s'ka flabingo. Se këtu prap dy palë kemi, PSD, Saliban dhe Hezbollah. Ku janë flabingot? Pa dashje kjo sarkazma që unë bëra, më bëri të kuptoj atë që unë e kam thënë që në kryet erës që o njerës, dy kampe ka dhe janë gjithë bashkë. PSD, Saliban dhe Hezbollah. Tani, ju lutem, me që jam në kërkim të flabingove, ju lutem, nëse ka flabingo, unë ju atë tregova që kam edhe peshkun, ju lutem, të pak të mbëni atë që quhet rrjedha e tretë e sharjeve dhe mallkimeve, që të pak të ketë pak trializim të sharjeve dhe kamasutrimit. Ju lutem, flabingo, ku jeni, sepse do të di që a ka vërtet njerëz që ky revolucioni i ka zgjuar, i ka dinjitetzuar? A ka vërtet? Apo u maskuan Salibanët dhe Hezbollahët si flabingo dhe na bën mashtrimin më të madh historik në këto 36 vite, u tallën me ne dhe tani po vjen momenti që do ndajnë prap kampet në Saliban dhe Hezbollah. Në qoftë se ka flabingo, ju lutem, dilni, sepse ajo parolla Berishanburg, Ramanburg, Berishanburg, më duket se duhet ndryshuar. Me çka kam lexuar unë këto ditë, duhet ndryshuar Galdinin litar. Se Galdini është fajtori të gjitha fatkeqësitë e Shqipërisë. Arjan Galdini i ka bërë, Arjan Galdini i ka shkaktuar. Jam në kërkim të flabingove. Pra në qoftë se ka vërtet flabingo dhe nuk ka Shqipëria vetëm Saliban dhe Hezbollah, ju lutem, mirëpres komentet tuaja Galdinin litar dhe shtimin e listës së imagjinatës kamasutrore. Por ju bëj me dije që e tërheq ide propozimin tim që ishte sarkazëm, sepse thjesht nuk jam për kazëm. Ma bëni halal, të dashur shqiptarë, kujt falur, të gjithat këqijat që keni në Shqipëri, të gjithat këqijat që kanë pllakosur Shqipërinë i keni nga mua. Më falni. Nuk e ndjes. Meritoj çdo ndëshkim prej jush. Dhe të gjithë imagjinatën kamasutrore të mundshme, ju lutem, më shohini. Më falni.